إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالأمرين ذا الأذراطات إذا كوين الله جل جلاله صلاة سلامة شوشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلën e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu Jalla Jalaluhu në surën Al-Ankabut: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allahu Jalla Jalaluhu në këtë ajet na jep një shembull madhështor. Tha, më të vërtet, ata të cilët marrin zotën tjerë pas Allahut, shembulli i tyre është sikur shembulli i marimangës, e cila ka ndërtu shtëpinë e saj. Wa inna adhafa al-buyut la baytul ankabut. E më të vërtet, shtëpia më e dobët që ndërton një krijesë është shtëpia e marimangës. Lau kanu ya'lamun. Sikur ta dinit këtë çështje. Wa tilka al-amthal. Dhe këto janë shembuj të cilët Allahu u jep njerëzve. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Mirë po, këto shembuj nuk i kupton dikush tjetër vetëm se i diturit. Allahu Jalla Jalaluhu në këtë ajet esencialisht në bazë të tefsirëve të Kur'anit, të Imam Begawiu, të Imam Ibn Kathiri dhe të tjerë prej mufesirave, se Allahu ka dhënë të shembull të atij personi i cili adhuron dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Se shembulli i tij është kur shembulli i marimangës që ka ndërtuar shtëpi. Dhe të përmendim vazhdim mësimet që i kanë nxjerrë dietarët prej këtij ajeti kuranor. Mirë po ne themi, jashtë gjendjes së jo besimtarëve në adhurimin e tyre të dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, kështu është edhe gjendja e atyre të cilat zemrat e tyre i kanë lidhur me dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Varësisht lidhjes së zemrave të tyre me dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, aq do kenë pasojën në këtë botë. Varësisht sa njeriu friksohet për dikujt tjetër pas Allahut,
varësisht sa njeriu mbështetet tek diku tjetër posa Allahut, varësisht sa njeriu e don dikant tjetër posa Allahut, varësisht sa njeriu shpreson tek dikush tjetër posa Allahut, varësisht kësajna, varësisht se në çfarë gradë të këtyre veprave ka ra, të veprave të mëdhaja të shirkut që del prej feja, Allah na ruaj, apo prej mëkateve, aq e ka pasojën e rëndë në këtë botë, Allahu na ruaj. E këto janë shembuj. Kurani është i mbushur me shembuj. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Mirë po Allah tha, këto shembuj nuk i kupton dikush pas se njeriu i mençur. Pra këto shembuj që Allah i ka dhënë në Kur'an, na duhet të meditojnë. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, a nuk ndalen njerëzit pak të meditojnë në Kur'an? Am ala qulubihim akfaluha, apo mos ata në zemrat e tyre kanë dry. Kur lexojmë Kur'anin, kemi cek disa herë. Jashtë asaj që duhet me lexuar me fitu shpërblim te Allahu, për një shkronjë, një sevap, për një sevap, herë 10, herë 70, herë 700, pa kufi, sa don Allahu xhelle xhelaluhu, duhet mundohemi që gjatë leximit të Kur'anit të nxjerrim prej Kur'anit mësimet që na jep Allahu subhanahu wa taala. Cilësitë e besimtarëve, cilësitë e besimtarëve, urdhërat, ndalesat, morali i besimtarëve, edhe kështu me radhë. Të mundohemi të nxjerrim gjithçka që është në atë faqe të Kur'anit dhe pastaj atë ta nxjerrim në praktikë. Thotë Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, ky është një shembull të cilin Allahu e ka dhënë për mushrikët, të cilët kanë marrë zotna të tjerë posa Allahut subhanahu wa taala, që shpresojnë ndihmimin dhe furnizimin prej anës së tyre, yatamasakuna bihim fi shada'id, kthehen tek ata kur kanë vështirësi, fa hum fi dhalika ka baytil ankabuti fi dha'fihi wa wahnihi, falaysa fi aydi haula'i min aliyatihim illa kama tamassaku bi baytil ankabut. Tha shembulli këtyre që adhurojnë dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, që kanë marrë zotna të tjerë pas Allahut, shpresojnë rrezikun prej tyre, shpresojnë ndihmën prej tyre. Tha shembulli këtyre është sikur shembulli i atij i cili don mu strehua në shtëpinë e marimangës, apo sikur shembulli i marimangës që strehohet në shtëpinë e saj, që nuk e ndihmon as karshi ftoftit, as karshi nxeftit, as karshi gjithë shkaje e mundshme çka mundet me e godit, është e pafuqishme. E me vërtet shtëpia më e dopt e ndërtuan prej krijesave është shtëpia e marimangës. Thot Imam Begawiu, se shembulli këtyre është sikur shembulli atyre që adhurojnë dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, është njëjtë sikur shembulli atyre, sikur shembulli i marimangës. Nuk e ndihmon karshi kur gjaje. Nuk e ndihmon karshi kur gjaje. Ftofti, nxefti, dielli, errësira, nata, armiku, çka do të që bie aty, nuk e ndihmon kur gjaje. Kështu shembulli i atyre që adhurojnë dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. E pse Allahu xhelle xhelaluhu në këtë tematik e ka marrë për shembull marimangën dhe jo ndonjë prej krijesave tjera, kërë me parë në vazhdim prej dobive që i kanë nxjerrë dietarët e muslimanëve. Një prej karakteristikave sepse Allahu xhelle xhelaluhu ka përmend marimangën, është interesante se marimanga ndërton shtëpinë e saj prej fijeve, dhe na këta e kena apo. Dhe këto fijet janë të dobishme vetëm një ditë, jo më shumë. E humbin vlerën e saj pas një dite. Marimanga në natyrshmërinë e saj dhe në familjen e saj, si natyrshmëri që ka krijuar Allah subhanahu wa taala, janë familja më e përçarme. Gruaja posa ta merr atë çka duhet prej burrit të saj, e hanë me njëherë, e mbyt me njëherë. Kur ti lindet të vëzhgjet e saj, ata largohen me njëherë prej nanës, për shkak se friksohen mos t'ju ndodha atyre që ka ndodhur babës së tyre. Shtëpia e saj është shtëpia më e dobët. Shtëpia e saj është shtëpia më e përçarme. Shtëpia e saj është shtëpia më e parregulluar. Kështu shembulli i
marimangës. Tash dietarët i përmendin dobit, pikat shumë të rëndësishme që më na dhon neve mësim. Për shkak se na jemi të dobët me kuptuar dobit e shumta prej këtij ajeti shumë të vogël. Ajeti shumë i shkurt apo. Më na thon neve ajt me ndonjë dobi pak, hiç ndoshta. Mi po dietarët e kemi cek shpesh herë që ndoshta prej një fjale apo prej një hadithi të shkurt ti kanë nxjerr 400 dobi. Ti kanë nxjerr 400 dobi. Përmendëm hadithin e Berirës radhiyallahu anha me burrin e saj. Prej këtij hadithi Imam Kurtubiu i ka nxjerr 400 dobi. A hadithi komplet do shta i ka 2 reshta e gjys, 3 mas shumëti. 400 dobi. Dhe prej çdo ajeti kuranor në të gjithë epokat e muslimanëve, në të gjithë kategoritë e dietarëve të muslimanëve, deri në kiamet dietarët nxjerrin dobi për ajeteve deri në kiamet. E dobit për fjalët e Allahut subhanahu wa taala janë të pafundshme. Për shkak se është fjala e Allahu xhalla xhelaluhu e përsosur. Ti bjerën në kulli shay, shpjegues për çdo send. Dobia e parë thotë se shembulli atyre që adhurojnë dikë tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, apo shembulli atyre në përqindje pastaj për muslimanëve që zemrat e tyre e kanë të lidhur me dikë tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, thotë se ata kur adhurojnë dikën tjetër pas Allahu subhanahu wa taala, këtë adhurim e konsiderojnë sikur lidhje pozitive dhe dobishme mes tyre dhe zotëve që adhurojnë pas Allahut subhanahu wa taala. Mirpo, në realitet kjo lidhje është e padobishme. Në realitet kjo lidhje është e padobishme. Deri në çfarë grade ata kanë menduar që është e dobishme, deri në atë gradë sa që ata kanë vdekur për zotët e tyre. Abu Jahli për Latin, Uzën, Menatin dhe zotat tjerë që adhuronin pas Allahut subhanahu wa taala e kanë menduar, kanë qenë të bindur se kjo lidhje mes tyre dhe zotëve që kanë adhuruar pas Allahut subhanahu wa taala ka qenë pozitive dhe dobishme deri në atë gradë sa ata kanë qenë të gatshëm edhe me vdekje për zotën e tyre. Për drum, për gur, për statuj, kanë qenë në gjendje edhe me vdekje. Mirpo në realitet ka qenë e padobishme. Tha Allah, deri në çfarë grade e padobishme? Në jetën e tyre, mirë, ata s'kan menduar, ata s'kan medituar rreth këtyre fakteve që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Deri në atë pikë sa që në jetën e tyre, çka tha Allahu? Fa idha raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Ata kur hypnin në anije dhe u ballafaqonin me dallga të mëdha, e këtu vijnë tash vështirësitë, ata e lutin Allahun sinqerisht. Ata e lutnin Allahun sinqerisht. Falamma najahum ila al-barr, e kur Allahu i shpëton të dhe nxjerrte në tokë, idha hum yushrikun, ata i banin shirk Allahut subhanahu wa taala. Wa kadhalika alladhina yad'una an-nasa lish-shirki fahum yuzayyinu shirkahum wa yuhawilu an yudhhiru anna fihi khayran wa huwa aqsu dhalik. Kjo është gjendja e atyre të cilët i thrasin njerëzit në shirk dhe mundohen me u zbukuruar njerëzit shirkun. Sa është i dobishëm, sa është i mirë edhe kështu me radhë, pastaj fundi s'ka dobi. Pastaj fundi është i padobishëm. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqiyatin tahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a." Shembulli atyre që i bëjnë kufër Allahut është sikur shembulli i një të eturi që shef prej larg fotomorgan. Kur të afrohet, mendon që ka ujë, kur të afrohet, nuk ka ujë. Esenca është e padobishme. Cila është dobia? S'ka dobi. Ne kemi shembullin në praktik tash kohëve të fundit, para disa mujve, apo pas zgjedhje në Kosovë. Dhe duron hoxhallart me fetfa, thirrje për ta mbrojtur familjen edhe kështu me radhë, personave të cilët thirrnin për me i votu ata se ata kanë me mbrojtur çështjen familjare. Dhe tash po të njëjtat persona për të cilët bërën thirrje me i votu, tash të njëjtit janë fut në ato parti të cilat i akuzonin se dojnë me prish familjen. Kështu është shembulli i mushrikëve. Kështu është shembulli atyre të cilët thrasin që t'i bëhet shirk Allah subhanahu wa taala. S'kan kaluar shumë muj, as shumë vjet, disa muj kanë kaluar. 2-3 muj të gërcit politik në Kosovë,
të mos pasis mundësi për me po qeveri, shkun tash zgjedhje, tash në për zgjedhje nuk dim tash hoxhallar për cilën kanë me votu tash. Për shkak se ata për cilët thirrën me votue, tash janë ndonë me partia politike. Në për parti politike të ndryshme, prej të cilave kanë tërheqë vërejtin para 3 muajve vetëm. O tilka al-amthal nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Këto janë shembull që Allah jep për njerëzit, po nuk i kupton këto shembull, vetëm se ata të mençurit që meditojnë në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, për dobive tjera, dobija e dytë, se shtëpitë që ata i kanë ndërtu në iluzionin e tyre, Marimanga, kur e kanë ndërtu shtëpinë, në iluzionin e saj, ka mendu se kjo shtëpi ka me mbrojt prej ftoftit, prej nxeftit, prej shijut, prej borës, prej insekteve tjera, prej ndonjë rreziku tjetër e kështu me radhë. Në fakt, kjo është shtëpia më e dobët. Dhe kështu është shembulli atyre që i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu është shembulli atyre të cilët thrasin për mi bëu shirk Allahu subhanahu wa taala. Apo, e kemi cek me vite me radhë dhe kena me vazhdu me e cek me vite me radhë deri kur të shohim që njerëzit janë të kuptuar si duhet atë meselë. Sa thirrje, sa propagandë të bëhet. Tash e përmenda pak më herët shembullin e thirrjes para disa muajve, edhe këtu te na, edhe në Kosovë, edhe në përgjithësa vendet ku ekzistojnë kësi zgjedhje demokratike, se thrasin në iluzionin e tyre. E kam cek në kaptinën, në ligjeratën e damit dhe dobis. Se kjo meselja e damit dhe dobis është vetëm iluzion krye, diçka realt nuk ekziston. Në iluzionin e tyre, ata mendojnë se me votën që u japim filan partije politike dhe filan grupit të filan argjengjës dhe filan plan programit politik, këto kanë me qenë në të mirë të muslimanëve edhe, dhe pastaj 4 viteve, e shohim që dobija ka qenë vetëm për xhepin dhe familjen e ngushtë të tyre dhe jo për dikant tjetër. Dhe kjo është realitet, këtë nuk e mohon kërkush. Këtë nuk e mohon kërkush. Jo për fat keq, apet në fund pas 4 viteve, një numër i madh, edhe pse elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, falënderimi takon vetëm Allahu xhela xhelaluhu, se në çdo cikël zgjedhor numri i votuesve shkon duke u reduktuar, për shkak se kanë filluar me kuptuar njerëzit realitetin. Dhe kanë filluar njerëzit me u kthye Allahut subhanahu wa taala. Dhe tash partitë politike kur i bëjnë numrat e votave të tyre në për shtabet politike, i kanë 3 kategori të njerëzve. Kategoria me këtë parti, kategoria me këtë parti, edhe një kategori e kanë kategoria e partisë Allahut. Po ata nuk e quajnë kështu. Ata nuk e quajnë kështu, po ata e quajnë kategoria e njerëzve që nuk votojnë. E këto që nuk votojnë janë me partinë e Allahut, se këto janë partinë e Allahut xhela xhelalu. Nuk ja japin të drejtën e ligjvërisë diku tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. E këtë të thirrjet që bëhet në iluzionin e tyre se ata kanë mi mbrojt prej ftoftit, prej nxeftit, prej kësaj, prej asaj, dhe në fund dalin protestat e plastikat se s'ka struj. S'ka rrim, s'ka. Dalin vizbek protestat se s'ka rrim, s'ka. Dalin këto se s'ka rrim. Dalin pasaj e protestat se s'ka rrogat mira. Edhe kështu më radh prej iluzioneve që ata i kanë. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'." Thot ai që i bën shirk Allahut, shembulli i tij sikur shembulli i atij që bie prej qiellit. Au takhtafuhu at-tayr, apo sikur dikant që e merr një zog i madh edhe e hedh diku larg në tokë. Kjo çka tregon? Kjo tregon në mos stabilitetin e jetës së njeriu i cili bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Në gjendjen alarmante, në gjendjen e trishtimit dhe frikës që jeton në jetën përditshmëri. Kështu është shembulli i atij që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Ata shtëpi të cilat janë ndërtuar me besim të kotë, me akide të kufrit dhe shirkut, janë shtëpit më të dobta dhe janë shtëpit më të përçara dhe janë shtëpit më jo stabile. Duke marrë shembullin e shtëpisë Marimangës. Dobia, mrekullia kuranore. Në këtë ajet kuranor thot Allah: "Ka mathalil ankabuti ittakhadhat." Ittakhadhat, që të në fund është shkrojnë e cila përdoret për gjinin femrore. Që na tregon neve mrekullia kuranore se shtëpinë e Marimangës
e ban marimanga e gjinisë femrore. Shtëpinë e ndërton gruaja. Te marimangat e ndërton gruaja, e kjo është komplet në kundërshtim me natyrshmërinë e krijesave tjera. Te krejt tjetër e ban burri. Këtu e ban gruaja. Gruaja posa ta merr çiftëzimin prej burrit, e myt më njëherë burrin. Kur të lindin fëmijët, edhe më njëherë përçon fëmijët se edhe fëmijët don me i mbyt. Kjo është natyrshmëria e shtëpisë së marimangës. Shtëpia më e dobët. E ndërton gruaja. Kanë thënë dietarët. Mrekullia kuranore me këtë ajet vërtetohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajeti kuranor tjetër. Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Nuk kanë më shpëtu një popull që udhëhecin e tyre u kanë lënë grave. Udhëhecin e tyre u kanë lënë grave. Kur ta marrin gratë me udhëhecin, çka ndodh? Qoftë domaçillëk i shtëpisë, qoftë udhëhecia në aspekt komunal, apo më gjallë, që qeverisës qendrore apo lokale, çka ndodh? Ndodh njëjtë ashtu siç ndodh me shtëpinë e marimangës. E ha burrin gruaja. Ndodh njëjtë. Ndodh përçarja njëjtë. Pse? Për shkak se natyrshmëria që Allah na ka krijuar neve është ndryshe. Çka tha Allah në Kur'an? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Burrat janë qawwamun, përgjithës për gratë. Burri është domaçin. Atëherë kur gruaja mundohet me marr pozicionin e burrit në shtëpi, ndodhin përçarje në shtëpi. Ndodhin çrregullime në shtëpi. Sa të shumta janë ato gratë në zamanin ton që dojnë me i marr detyrat e burrit në shtëpi. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah e ka dallu burrin prej gruas. Nuk janë burrat s'kur gratë. Jo rastisht Allah, thot Imam Kurtubi, Imam Taberiu, jo rastisht Allah subhanahu wa taala e ka bërë të veçantë pejgamberin për burrat. S'ka bërë për gratë, për burrat. E veçantë. Pse? Se burrat janë përgjithës mbi gratë. Burrat vendosin për gratë. Gruaja, të gjithë na jemi robë të Allah subhanahu wa taala. Të gjithë jemi na në një farë mënyrë në disa pranga të shariatit të Allah subhanahu wa taala. Mirë po, gruaja ka plus disa pranga tjera. Gruaja nuk i lejohet me dalë prej shtëpie pa e pyet burrin. S'ka drejt me dalë prej shtëpie pa e pyet burrin e saj. Nuk i lejohet me e fut në shtëpi dikan pa e pyet burrin, pa marr lepi burrit. Nuk i lejohet. Nuk i lejohet me agjerim nafile pa marr lepi burrit. Agjerim me agjeru me vetë burrin. Po, me vetë burrin se nafile. Se ka disa përgjegjësi karshi burrit që i ka obligative. E agjerimin e ka nafile, e ka vullnetar. Pra nuk lejohet ta bëjë një punë vullnetare duke e cënu obligimin ndaj burrit e saj. Në moment që anis burri me lip leje, me dal me pi kafe, me shokt, u kry ma veti. Në moment që koletën të shtëpia e ka gruaja, u kry ma veti. Sa s'ke punë? Kështu Allah në ka kriju. E në qëfë se ndodhë kështu, shembulli i kësaj familje është kur shembulli i marimangës. Shikur shembulli i marimangës, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tha Allah subhanahu wa taala, dhe këto janë shembuj të cilët Allah jep për njerëzit mirë, por nuk e kupton këtë shembull pas njerëz të ditur. Pse ndodh kështu ne? Tek familjet e jo besimtarëve, tek familjet e xahilave, kështu ndodh. Kështu është shembulli i familjeve të tyre. Tek familja islame, tek familja muslimanëve është ndryshe. Pse? Për shkak se te jo besimtarët, ai i cili i rregullon raportet ndërfamiljare, raportet bashkëshortore, janë njerëzit, janë traditat që i kanë vendosur vetë njerëzit. Kurse tek familja muslimane, dispozitat, rregullat e raportit bashkëshortor, rregullat e familjes, rregullat
e raportit shoqëror, kush i ka rregullu? Ai që na ka kriju, Allahu subhanahu wa taala. E tash, cilat rregulla janë më të mira? Nuk ban me këtë pyetje, apo? Nuk ban me këtë pyetje. Cilat rregulla janë më gjithë përfshirëse? Nuk ban me këtë, se dihet kjo mesele. Ai që na ka kriju neve, ai e din mas mirë se kush duhet mu vetë të shtëpia, se kush duhet me ndërtu shtëpinë. Nuk e ndërtojnë burr, nuk e ndërtojnë gratë, burrat ndërtojnë shtëpinë. Se ata janë përgjithë. Burri është përgjithë me asiguru bashortës veshmbathjen, strehimin, ushqimin, edhe burri është përgjithë që me e eduku grujen, kur ajo lajthit. Burri e ka obligim. Jo se gruaja nuk e këshillon burrin e saj, e këshillon. Mi po përgjithësi ka më dhënë te Allahu burri për bashortën e tij edhe për fëmijët e tij. E përmendëm që fijet e marimongës janë të pavlefshme pas një dite. Do me thonë, marimonga esencialisht shtëpinë e saj e ban për me i sulmu insekte tjera. Mirë po, ky sulm dhe dobija e kësaj është veç një ditë. Mas një ditëve mundet me rënë ndonjë mis mbi atë shtëpi dhe nuk ngjitet, nuk ndodh kur gjë. A kemi qartë? Veç një ditë. Thënë dietarët. Kështu është shembulli i atyre të cilët marrin zotën tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Kështu është shembulli i atyre të cilët zemrën e tyre e lidhin me dikë tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Kështu është shembulli i atyre të cilët marrin doslar tjerë pas Allahut subhanahu wa taala. Kështu është shembulli i jo besimtarëve në miqësimin që kanë mes tyre. Shkurt e kanë, një ditë e kanë, disa ditë e kanë. Kështu është shembulli i tyre. Kështu është shembulli i partive politike, apo? Kështu është shembulli i partive politike. Prish me këtë koalicion, dresh me atë koalicion, shko atje, prish me akt, ajpi atje, vjen këtu prish, edhe krejt këto partit politike, edhe mes veti, krejt këto kryetarët, fune krye, si cili me skandalet e veta, kur ta shifti të full për tjetrin, thu, Allahu Akbar, kjo e vlija, kjo me të pik hec, kjo se hec me, nuk hec me ke. Qaqë binqëm që flasin, atë gjithë janë të përfshim në skandale. Kështu është shembulli i tyre, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Thot. Urrejtën ata mes vete kanë shumë të madhe. Ba'suhum bainahum shadid. Urrejtja, mlefi, inati i tyre ndaj njëri tjetrit është ekstrem. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti mendon që janë bashkë, ama zemrat e tyre janë përçame. Ti ishe koalicion e tyre bashkë, ama të s'janë bashkë. Janë bashkë për X interesin që ka mu kry shumë shpejt edhe kanë mu përçame. Si ka mundësi që dikush para 4 mujve me qeni keq e sot u bo i mirë. Si ka mundësi një agent politike para 4 mujve me qenë agent e cila e prish familjen, mas 4 mujve u ka bo agent që e runë familje. Si ka mundësi kjo. Ti shefsat e janë bashkë, po zemrat i kanë të përçame. Tha Allahu subhanahu wa taala, dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kjo është kështu për shkak se ata janë popull që nuk logjikojnë, nuk mendojnë. E kur ti je popull që nuk logjikon, nuk mendon, secili që të vjen të mashtron me nismit pogaçe edhe një jogurt, në një stabak ka jogurt, ndonjëherë s'ka, ndonjëherë ka vetëm pogaçe, ndonjëherë ka jogurt, ndonjëherë ka çaj, malin. Qose ti e kështu mashtrohesh, kështu është gjendja pastaj. Kështu është realiteti pastaj. Thënë dietarët, disa prej marimongave mbartu me veti hel me cilën mundën me myt edhe njeriu. Hel me cilën mundën me pësu njeriu në mënyrë fatale, me vdek njeriu. Thënë dietarët, marimonga është më e vogël se njeriu dikun 30.000 herë. Krahasim me njeri marimonga është shifat heq. Po çike marimong që nuk shifat heq, ka hel me veti që e mbyq këtë njeri që është shumë i madh kafshë saj. Cila mësimi këto na? Kanë thënë dietarët, këtu është mësimi se ka njeriu mundësi me pas vepra të shumta, voluminoze, ekstreme me një shirk
Njëherë që ja banë Allahut, i shkatrohën, i azgjësohën krejt të veprat që i ka bërë Allah s.w.t. Tha Allah në Kur'an, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. E sikur ata t'i bënin shirk Allahut, Allahu kish më u azgjësu të gjitha veprat që i kanë bërë. Për kanë ka folë Allah në këtë ajet, ka folë për pejgambert. I ka përmendë Allahu 17 pejgamber. 17 pejgamber. A ka dikush që bën punë më shumë se një pejgamber? E Allah thot, sikur kish qenë mundësia, sikur ata t'i bënin shirk Allahut, Allah krejt dhe veprat kish më azgjësue. Mua dhe ty, nuk në azgjësën Allah s.w.t. Nuk ekziston rreziku? Ekziston rreziku. Edhe qoftë ajo vepër në synin tanë shumë i vogël, po jo Allah kur gjon veç voltën ja dash. Po jo Allah kur gjon veç në sezë i bona një statujes. Po jo besone veç ajo ka mundësi me qenë veç një herë në jetë. Ka mundësi me qenë diçka shumë e vogël që synin tanë është pa peshë. Mirë po. Te Allah është e madhe. Te Allah është shumë e rrezikshme. Ashtu sikur që marimangat janë nga lloje të ndryshme, ngjyra të ndryshme, madhësi të ndryshme, kështu është rreziku i kufrit dhe shirkut. Ka shirk madh, ka shirk vogël, ka shirk të qartë, ka shirk të msheft. Edhe kështu me radhë. Për të gjithave na duhet me pas kujdes dhe me urujt. Elusim Allahun që Allah na fal mëkatet tona. Lusim Allahun që Allah të na mundson të lexojmë Kur'anin sa më shumë. Lusim Allahun që Allah të mundson që të nxjerrim mësimin për fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.